E kishin lënë të takohen në orën 11 në oborin e spitalit të Gjakovës. Arsyeja pse Vebi Muhadri dhe gruaja e tij nga Lipoveci i Gjakovës u paraqitën këtu me familjet e tyre ishte vendimi për abortin e një fëmije. Ata dy po bënin plane që pas këtij akti të shkurorzoheshin. Por kur pala e burrit dhe ajo e gruas erdhën këtu, ndodhi diçka që nuk pritej. Mes të pram që i kemi pas në shtëpi, ata kanë thonë bim të kartë për me aportu. Edhe na kemi njek fjallën e tyre edhe besën që na kanë thonë, mi shku, kur ata i kanë dalë 3 vetë, të himra në spital e kanë vra. Viktima nuk arriti të mbjetoj plagëve. 2 plagë kanë qenë plagë dëpërtuese në regionin e Gjoksit, si edhe një në regionin e sipërm të krahut, plagë to të cilat e kanë kompromitu hemodinamiken e pacientit dhe pas 2 minutash edhe ka eksitu, ka vdekur. Familjarët e viktimës thonë se familja e nusës i preu në besë, pasi një ditë më parë edhe ata ishin pajtuar për ndarjen dhe abortin. Edhe lëm me dalë në rrugë si që ka hije ka lek Dugaxhinit, dhe më thonë mu marrveshje me aportu thmin, edhe më rënë në rrugë me pleqëri, edhe mu pagu dami e shka në takon. Na i thamë që po ju përgjigjëm, ata prikrisht e kanë rë edhe në besë. Klan Kosova nuk arriti të kontaktoj me familjen e Dorasit. Burri dhe gruaja ishin martuar para 2 vjetësh, por nuk jetonin bashk pasi Vebiu jetonte në Austri, derisa bashkëshortja në Lipovec të Gjakovës. Dëshmitarët thanë se ajo që panë para spitalit të Enjtën ishte tmerruese. Katastrofë. Me ndodhë një vrasin e bërë spitalit tu, pacientat kanë qenë lëviz duke i në ambulanta specialistike për vizita. Policia konfirmoi se Dorasi i dyshuar, AD rreth të 50-tave, është arrestuar pak kohë pasi kreu aktin.